Okej, sigurisht këngët pjesëmarrëse edhe në për festivalet, asoj kohe, rikthimi ajo energjia, që shumë ndjeve kur i risolle prap në koncert. Ndjenja jote. O zot, njëjtë sikur kur kom shkel herën e parë në festival. E njëjta ndjenjë, është i njëjti emocion, njëjtat Dridhjet zemrës. Dridhjet zemrës, e njëjta frikë, krejt bashk, një konglomerat ndjenjash, që kur kryet kanga, veç thu, o zot, ama fuqin veç t'mush na frym një herë. O zoti, Adelin, ti gjithmonë ke qenë ai simboli që i ke thy krejt rregullat. S'ka pas tabu kur ka qenë Adelina aty. Qysh po ndihesh tash që tregun muzik po bjen edhe vajza të fuqishme që e ndjekin pak a shumë rrugën tënde? Shumë po m'knaq, shumë po m'pëlqen që po ecin në atë rrugë, se fundit lufta jame, e ndoshta jove që jamja, ka qenë mu shliru. E kjo po ndodh jo veç në skenë, fatmirësisht më na ndodh edhe në jetën e përditshme. Grati kemi shumë atë panvaruna, grati kemi shumë atë punëtore. Nuk po thom që s'kan qenë ma punëtore ma herët, por nuk ka pa puna e tyne për shkak rëbërimit, ta themi troq, ashtu si që është. Kanë qenë të ngujuara, kanë qenë të izoluara, kanë qenë, nuk o pa produktiviteti, so pa kreativiteti i gruas shqiptare, nuk o pa sa organizative mundet me qenë i gruas shqiptare, që sheme na gjanë familjen, që sheme na gjanë profesionin, që sheme na gjanë nanën, babën, motrën, vllaun, dhe me thonë dy që po i bje dy familje dhe na e dim, e tash është pak ma ndryshe, tash janë po pavarësohen